Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Dalën fotot, Ola takon prindrit e Adionit në Gjakov. Lidhja e Adionit dhe Fabiolës po bëhet ditës më e fortë pas përfundimit të rrugtimit të tyre në ferm. Çifti po vërteton se ndjenjat e tyre kanë kaluar provën e ekranit dhe tashmë po hedhin hapa të rëndësishëm dhe konkret drejt të ardhmes së bashku. Vetëm pak ditë më parë, Adioni ndau një njoftim mjaft të rëndësishëm me ndjekësit e tij në Instagram. Ai tregoi se kishte udhëtuar drejt Malësisë së Madhe për të vizituar familjen e Olës, ku kishte marrë aprovimin e tyre dhe i kishte kërkuar zyrtarisht dorën partneres. Por pas atij momenti emocionues nuk ka vonuar edhe lëvizja e radhës. Tani ishte radha e Olës për të bërë hapin e madh. Ajo ka udhëtuar drejt Kosovës, më saktësisht në vendlindjen e Adionit në qytetin e Gjakovës. Qëllimi i këtij udhëtimi ishte pikërisht takimi me vjerat. Siç shihet edhe nga fotografia e publikuar në rrjetet sociale, çifti shfaqet mjaft i lumtur në tryezë për krah prindërve të Adionit. Të buzëqeshur dhe duke ngritur dollin, kjo pamje konfirmon marrëdhëniet e shkëlqyera dhe mirëpritjen e ngrohtë familjare që Ola ka gjetur në shtëpinë e partnerit të saj.